Presidenti i prorus i Republikës Srpske, entitetit serb të Bosnjë e Hercegovinës, Milorad Dodik, ka bërë të ditur të hënën që ka arritur në Moskë. Përmes një postimi në rrjetin social X dikur Twitter, Dodik ka thënë se për secilën herë që shkon në kryeqytetin rus, qëndrimi më nis me një vizitë në monumentin e heroit të panjohur për të nderuar 28 milionët rusë që kanë vdekur në luftën e dytë botërore. Ai nuk ka dhënë hollësi për arsyeën e vizitës, por që do të jetë aty sërish më 9 maj, për të shënuar ditën e fitores kundër fashizmit gjatë luftës së dytë botërore. Gjykata në Bosnjë e Hercegovinë ka lëshuar flet arrestim ndërkombëtar për Dodik, sepse ai nuk është përgjigjur festave të zyrës së prokurorit për të intervistuar lidhur me dyshimet se ka kryer veprën penale të sulmit kundër rendit kushtetues. Do të jem këtu sërish më 9 maj me ftesë të presidentit të Federatës Ruse Vladimir Putin për të shënuar 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin, përgjatë së cilës popullit rus dhe ai serb kanë vuajtur më së shumti, ka thënë Dodik në një video të publikuar në rrjetin social X. Disa janë duke tentuar të rishkruajnë historinë, është e pabesueshme, por mund ta bëjnë këtë dhe po përpiqen të shtrembrojnë faktet historike. Faktet historike për vuajtjet e popullit rus dhe atij serb dhe hebrejve gjatë luftës së dytë botërore nuk do të mund të ndryshohen, ka thënë mëtej Dodik.